Qëre, unë shpesh e deklaroj, po këta nuk e shoh këtë heshtje, unë në kuptim nuk e kritikoj për çështje partijake apo për çështje të mos pajtimit politik me atë parti apo këtë parti. Diferencimi thjesht, unë është një frikë e pushtetit e panevojshme. Cila nuk do t'i bën derë as sot, as në histori. Sepse tu do të humb edhe partia në pushtet që s'po bën asgjë. Tu do të humbin të gjithë ata të cilët i gëzohen këtij arresti dhe i gëzohen ose ka disa që edhe lutën për denim. Prandaj të pavetëdijshëm janë njerëz individual. Por për mua pushteti është eksakt me vetdije dhe eksakt qëllimisht për qëllime miskine të vogla që i tutet një konkurrencë që në fundit është e panevojshme edhe në një shtet demokratik për të qenë edhe vetë pushteti mirë, duhet pak të ketë një opozit konstruktive po dhe të fortë, sepse atëherë kemi shtet. Dhe kjo nuk vlen vetëm për Kosovën, vlen për gjitha shtetet, ku ki opozit të fortë, pushteti është 100 herë më i mirë për popullin, po edhe për vetveten, sepse i jepet mundësia të përmirësohet aty ku ka bërë.